Ndonjëherë një akt i vetëm i mirësisë mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë. Por çfarë nëse historia merr një kthes të papritur? Duhet vetëm një moment mirësie për të ndryshuar jetën e kësaj gruaje të re. Një kamariere tregoi dëmshuri ndaj një burri të pastre, por ajo dhe të gjithë të tjerët mbetën të habitur kur zbuluan se kush ishte ai në të vërtetë. Nikola ishte një nga ata njerëz të rrallë që e dinte saktësisht çfarë donte të bënte që në moshë të vogël, dhe ai pasion nuk u lëkund kurrë. Ndëronte të bëjë kuzhiniere. Duke u rritur në një familje të vogël në Kanada, shtëpia e Nikolës nuk ishte e pasur, por ata gjithmonë kishin atë që u nevojitej. Edhe pse jetonin në kushte të mira, lukset ishin jashtë mundësive të tyre. Ata ishin të kënaqur me atë që kishin. Nikola kishte 2 vëllezër e motra, vëllain e saj Mark dhe motrën Cynthia. Nëna e saj ishte mësuese, por asnjë nga fëmijët nuk lejohej të ndiqte shkollën kur ajo punonte. Babai i tyre, një kuzhinier, punonte në një restorant vetëm disa bloqe larg shtëpisë së tyre. Çdo mëngjes gjatë rrugës për në shkollë, Nikola dhe vëllezërit e saj i bënin me dorë babait të tyre ndërsa i gatuante në restorant. Brian, babai i saj, kishte ndikimin më të madh në jetën e saj. Nikola me padurim priste të vizitonte restorantin ku mund ta shikonte atë duke punuar magjinë e tij kulinarike. Ai ishte kuzhinieri më i mirë në qytetin e tyre dhe Nikola admironte shumë. Një ditë Nikola i tha babait të saj se donte të bëjë kuzhiniere si ai. Ajo tha: "Mbaj mend kur i thash atij, ti i bën shumë njerëz të lumtur dhe unë dua të bëj të njëjtën gjë, dua të jem si ti." Nga ai moment, e dija se kjo ishte ajo që doja të bëja me jetën time. Brian njeh për putinën e tij, rrotullat me karavidhe të Nova Scotis dhe banin, por putina e tij dallohej mes ushqimeve më të mira që gatuante. Shumë e përshkruanin atë si më të mirën që kishin provuar ndonjëherë. Në moshën 6 vjeçare, Nikola filloi të mësonte recetën nga babai i saj. Gjatë pushimeve verore, babai i saj e lejonte të fitonte një rrogë duke ndihmuar në restorant. Ata kishin një familje shumë të lumtur dhe Nikola thot se babai i saj jetoi jetën më të lumtur që ajo mund të imagjinonte. Një nga arsyet pse Brian ishte i dashur në komunitetin e tij ishte për shkak të mirësisë. Disa familje pushonin së vizituari restorantin për një kohë sepse nuk mund të paguanin më për ushqimin. Kur Brian e vinte re këtë, ai befasonte ata duke u çuar mjaftueshëm putin për të gjithë familjen në shtëpinë e tyre. Her pas here ai surprizonte familjet me pjata të ndryshme gjithashtu. Ai njihej për ndihmën që u jepte të pastreve në çdo mënyrë që munden. Brian dhe gruaja e tij Rachel siguroheshin që të gjithë fëmijët e tyre të mishironin frymën e mirësisë. Deri në moshën 14 vjeçare, Nikola, e fundit e lindur, kishte mësuar tashmë të gatuante më shumë se gjysmën e ushqimeve në restorant. Megjithatë, një vit para se Nikola të shkonte në kolegj, ndodhi diçka e tmerrshme. Brian u diagnostikua me kancer të prostatës. Ai u sëmuraj shumë sa nuk mund të drejtonte më restorantin. Të gjithë e dini se një ditë Nikola do të merrte përsipër restorantin, por familja më vonë e shiti atë për të ndihmuar me faturat mjekësore. Shpëtimi i Brianit ishte prioriteti i tyre. Pak ditë pas shitjes së restorantit dhe vetëm një javë para operacionit të madh të kuzhinierit, Brian vdiq. Familja e tij u thye në zemër dhe u dëshkoi që ata të ecnin përpara. Familja tani ishte varfër, por kjo nuk e ndaloi Nikolën të ndiqte ëndrrën e saj. Ajo e dinte se kjo ishte ajo që babai i saj do të donte për të. Nikola donte të bëjë kuzhiniere, por ndryshe nga babai i saj, ajo donte të mësonte si të gatuante ushqime të ndryshme nga ato kanadeze. Një vit pas vdekjes së babait të saj, ajo u zhvendos në SBA. Kishte një pasaportë amerikane, kështu që kalimi i saj ishte mjaft i lehtë. Donte të shkonte në shkollën e kuzhinës, kështu që duhet të gjente një punë për të paguar për të dhe për të ndihmuar me qiran. Nikola tani jetonte në New York dhe fatmirësisht për të gjeti një punë në një nga restorantet më prestigjioze të qytetit. U punësua si kamariere. Përvoja e saj duke ndihmuar baban e saj i doli në ndihmë dhe ndihmoi të kalonte intervistën. Rroga e saj ishte mjaftueshme për të mbuluar nevojat e saj dhe orët e punës nuk ndikonin as në arsimimin. Puna ishte perfekte për jetën e saj të re dhe të qenit në një qytet të ri e ndihmoi të shërohej nga humbja e babait. Megjithatë, pavarësisht përfitimeve të punës së saj të re, ajo kishte një tëmet të madhe. Kishte një shef të ligë, Ronaldin.
Ai nuk ishte vetëm një drejtues i ashpër, ai fliste keq me punojësit e tij. Ai nuk i vlerësonte punëtorët dhe shumicën e kohës u shkatërronte besimin me komente që u jepte. Një javë pasi filloi të punonte në restorant, Nikola vuri re se kishte një burr të pastre vetëm rreth një cepi. Vetëm 5 minuta larg vendit të saj të punës. Megjithatë, ky burr ishte ndryshe nga të pastret të tjerë. Ai nuk lutej për para apo ushqim dhe gjithmonë kishte një buzëqeshje në fytyrë. Ai nuk lypte asgjë, gjë që ishte shumë e çuditshme. Si arrinte të qëndrojë lumtur pavarësisht të gjithë problemeve me të cilat përballet? Unë u habita nga forca e tij sepse nuk do të kisha mundur të qëndroja e lumtur në të njëjtat rrethana. Ai mbante të njëjtën tabelë çdo ditë dhe unë e lexoja. Më duhet dikush për të folur. A doni të bisedojmë? Vajza kanadeze ishte shumë e shqetësuar për këtë burr. Disa njerëz thjesht kalonin pranë tij pa i kushtuar vëmendje, të tjerë shikonin me keqardhje. Disa njerëz i jepnin para dhe pse ai kur nuk i kërkonte. Dhe njëherë ajo pa disa djem që i përshtynin në filxhanin e tij pas një arsye. Nikola donte ta ndihmonte, por nuk dinte si. Ajo donte të bënte më shumë se sa thjesht të bisedonte me të. Ajo që dëshironte ishte ta ndihmonte të dilte nga rruga. Kjo situatë gjithmonë e bënte të mendonte për baban e saj. Ajo pyeste veten, çfarë do të kishte bërë Brian? Pastaj i erdhi një ide. Ajo u bë mike me burrin. Sa herë që kishte kohë, ajo ndalonte dhe fliste me të për disa minuta. Një ditë ajo i pyeti nëse mund t'i sillte ushqim dhe ai pranoi. Nikola u entuziazmua për ta ndihmuar. Përdori recetën e babait të saj për të bërë putinë për të. Megjithatë, ajo nuk kishte para për të blerë përbërësit, por ishte dëshpëruar për të ndihmuar burrin dhe e gatshme të bënte çdo gjë për ta bërë këtë. Ajo mori atë që i duhej për të gatuar ushqimin nga restoranti dhe shpresonte që shefi i saj të mos e vinte re kurrë. Por a do ta vinte re apo jo? Nikola u entuziazmua kur u kthye në shtëpi dhe gatoi ushqimin për burrin e pastret, Jasonin. Ajo tha se kur ja dha atij, ai tha se ishte ushqimi më i mirë që kishte provuar ndonjëherë, por gjithashtu tha se i duke sikur e kishte provuar më parë. Nikola gatoi për të 3 herë të tjera pas kësaj, dhe kjo bëri që Ronaldi të vinte re zvoglimin e ushqimeve. Ajo nuk e dinte se ishte një kamerë në dyqan që regjistronte atë që ajo bëri. Një ditë Ronaldi e thirri në zyrë dhe e qortoi me të gjitha llojet e fyerjeve, pas së cilës e pushoi nga puna. Si do të paguante për shkollën dhe qiran? Nikola qau gjatë gjithë rrugës për në shtëpi dhe kur Jason e pa, nuk e la të largohej derisa ajo i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Ai e çoi përsëri në restorant dhe foli me Ronaldin me aq shumë autoritet në zërin e tij. Zonja u habit dhe e pyeti veten se kush ishte ky burr në të vërtetë. Megjithatë Ronaldi u përgjigj duke i dëbuar të dy nga restoranti i tij, por Jason qëndroi pa lëkundur. Ai tha Ronaldit, "Ti nuk më njeh." Ai hoqi xhaketën e tij të ndyrë dhe kuzhinjëri e njohu. "Unë nuk jam i pastre. Unë jam një kritik ushqimi dhe puna ime është të vlerësoj cilësinë e menus dhe shërbimit. Disa javë më parë vendosa të vizitoja përsëri këtë restorant për një shikim tjetër, dhe sinqerisht ka rënë poshtë. Ndërsa shërbimi ishte i shkëlqyer, ushqimi ishte shumë poshtë nivelit. Dhe ky është fajkët i Tiranit. Kështu që vendosa të marr çështjen në duart e mia. Javën e kaluar bleva shumicën e aksioneve të këtij restoranti. Kjo është arsyeja pse unë jam pronar i ri, tha Jason. Dhe pastaj ai pushoi Ronaldin dhe bëri Nikolën kuzhiniere të re. Ti e gati, ushqimi yt e provoj këtë, i tha ai. Mbaj mend çfarë të thash për Putinin tënd më parë, tani mendoj se e kuptoj pse. Ai e vajza e Brianit? Pyeti Jason. Ai shpjegoi se familja e tij ishte një nga ato që Brian nuk kishte shërbyer ushqim falas gjatë viteve. Kush do ta mendonte se Nikola do korrte më vonë shpërblimet e mirësisë së babait të saj. Është vërtet e mahnitshme. Tani Nikola kishte gjithçka që nevojitej dhe disa vite më vonë u martua, duke jetuar një jetë të mbushur me bekime që bujaria e babait të saj kishte ndihmuar të vihej në lëvizje. Jam vërtet kurioze të di mendimin tuaj për këtë histori. Ju lutem mos hezitoni të ndani mendimet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë. Në fund, mirësia e Brianit jo vetëm që ndihmoi komunitetin e tij, por gjithashtu hapi rrugën për ëndrat e Nikolës. Nga një akt i thjeshtë dëmshërie ndaj një të pastreu, ajo zbuloi një mundësi të re dhe fitoi një jetë më të mirë, duke treguar se mirësia mund të ketë pasoja të mëdha dhe të papritura.